Rikthehemi në studio, jemi tani në hapësirën e ekspertit, kam deri në kënaqësinë të kem në studio avokatin, njëkohësisht edhe mbrojtësin, ekspertin për mbrojtjen e konsumatorit dhe konkurrencës, zotin Alban Duraj. Avokat, përshëndetje, faleminderit për kohën tënde. Përshëndetje, faleminderit dhe mirë se u gjeta. Shkurtimisht, duke qenë se sot ka pasur shumë telefonata, do marrin telefonata drejt për drejt në pas, po për çmimet e larta pas një raporti të Eurostatit se në Shqipëri për një shumicë produktesh kemi çmime më të larta se në Bashkimin Evropian, përveç cigareve që ishin me çmime më të ulta se në vendet e tjera të Europës, por edhe të Unionit Bashkimit Evropian. Tani, cili është autoriteti që merret me kontrollin e çmimeve shkurtimisht para se të presim telefonata? Dhe a ka rol shteti në si regulator në kontrollin e çmimeve? Përgjithësia, shteti është një nocion shumë i gjerë dhe ku përfshin shumë institucione, por natyrisht që politikat monetare apo politikat fiskale i organizon, i miraton dhe i mbikëqyr kuvendi, pra mazhoranca, e cila ndodhet në kuvend dhe ekzekutivi. Pra këto, le të themi, dy institutet apo dy institucionet realizojnë, le të themi, politikat fiskale. Si përsa i përket taksave të ndryshme të cilat janë përmallrat e importit apo atyre të eksportit, aksiza, pra janë njësër, le të themi, tarifash apo taksash të cilat ndikojnë në finale të produkti i finali çmimit. Përsa i përket institucioneve të tjera, siç mund të jetë autoriteti i konkurrencës, i cili është një institucion shumë i rëndësishëm, ky institucion merret me monitorimin e tregut dhe shikon konkurrencën, pra nëse ka cënim të konkurrencës në treg apo jo. Pra nuk është institucioni për cilin shumë qytetar janë mësuar apo ja vënë gishtin si një institucion i cili merret me, le të themi, uljen e çmimeve apo edhe me mekanizma të tjerë ligjor të cilët mund të ndikojnë në finale tek çmimet. Pra, çmimet nuk i vendos ky institucion, por i vendos tregu. Natyrisht që shteti ka rolin e tij për shkak të këtyre, është regulator, sepse nëse do të marri politika fiskale për sa i përket produkteve të shportës, për të cilat për çdo produkt ne këtu kemi paguajmë tatim mbi vlerën e shtuar, pra ka disa mekanizma të cilat mundet që t'i rregullojë në mënyrë që të ndikojë tek mirëqenia e qytetarëve. Mund të jetë disa produkte për të cilat mund të taksohen apo mund të vendoset një tarifë më e lartë dhe ky produkt do të ndikojë, le të themi, që qytetarët mos të shkojnë ta blenë sepse dëmtojnë shëndetin, siç mund të jetë cigaria, pra ka apo pjeta alkolike dhe njësër, le të themi, produktesh të tjera, të cilat nuk janë etike, pra aq më tepër që edhe ndikojnë negativisht në shëndetin e qytetarëve. Megjithatë, kjo vendimarrje i takon ekzekutivit dhe legjislativit si dy, le të themi, institucione të cilat kanë të drejtën për të hartuar këto politika. E qartë. Mirë, faleminderit avokat, presim telefonatat e para në studio për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Zotëri ose zonjë, jeni drejt për drejt. E mbyllim, presim i tjetër telefonat. Më lejoni që... Kemi, okej, në rregull. Thuaj shkurtimisht. Alo, përshëndetje. Jo, të dëgjojmë telefonat. Okej, në rregull. Po, zotëri. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Në lidhje me çmimet, janë shumë të larta në treg pensionistët, tani gjykata kushtetuese pas ka drejt të ngrej rrogën edhe mirë ato ka ligje për rrogat e gjyqtarëve, deputetëve, po pensionistë nuk pas ka drejt, do më që jemi në pikën e hallit, nuk blem dot asgjë. Antilatët. Të kuptoj, zotëri. Është një shqetësim i drejtë, pra është grupi i cili është më i penalizuar, që do të thotë ne si shoqëri, por edhe si shtet, nuk kemi bërë aq sa duhet për kontributin e atyre qytetarëve të cilët kanë dhënë jetën, që do të thotë kanë kontribuar në ndërtimin e disa veprave të mëdha të punës apo industrinë, fabrikat, rrugët. Ne dim shumë mirë se si ka dalë Shqipëria pas luftës së dytë botërore dhe ky grup i cili sapo vjen edhe po ndron jetë, po zvoglohet. Fatkeqësisht, po. Është cikël jetësor. Është cikël jetësor dhe më e keqja është që këta
Nuk po trajtojnë me dinjitet. Nuk po jetojnë me dignitet, por edhe për vitet e punës që ka detyrë shteti që ti menaxhoj, që do thotë borderot për cilat ata kanë punuar, apo edhe regjistrat në cilat kanë punuar, dhe sorollaten nga institucionet duke i zvaritur në përgjykata dhe duke mos marrë të paktën pensionin për cilën ata kanë punuar. Dhe mos të flasim pasaj edhe për pagesat e pensionit, ndonë se këto vitet e fundi ka pësuar rritje, por rritja prapë nuk është një rritje mjaftueshme për të grup i cili ka kontribuar. Por vjetë kishim indeksim, 4.1%, se të thoshim dhe një Është e telefon mas papërfillshme dhe ata fare mirë ju kishte bërë para disa ditësh një krahësim mes pensionistëve në shtetin grek dhe në Shqipëri dhe pensionistët shqiptarë. Po jo vetëm Greqi, kudo në Europë. Kudo në Europë, ata luanin domino, maksimumi mund bini një domino dhe të luanin gjithë, kurse grekët shkonin në fundjavë me bashkëshorten e tyre apo edhe me familjarët e tyre. Pra, ne duhet marrim mekanizma ligjor dhe është mundësia, sepse buxheti i shtetit i mundson këto gjëra, por nuk kam se qytetarët, pensionistët të sorollaten, ju e ke gërmën nga bim, ndërkohë që pra, problemi përveç hallit që përballen me pensionet e ulta, edhe kjo sorollatja për ata që janë procese gjyqësore. Që ne shkojmë, ndjekim rrugën administrative se kemi detyrim, aty merren, jo shkrimi nuk është i njëjtë, një rast që kam unë konkret, nuk është i njëjtë me vitet e tjera, por normali nuk është i njëjtë sepse ka ndryshuar punojësi i cili ka punuar, ka mbajtur shënim në regjistër borderot emrat e punojësve. Pra këto janë handikape shumë të mëdha që unë besoj që këto janë për keqdashtësi, që do thotë ta zyrtarë nuk kryejnë detyrën që ka ngarkuar ligji, dhe ajo nuk ka pse të ditë sorollatesh, është madje mund të jemi edhe në shpërdorimin e detyrës, se ti nuk po e bën detyrën, dhe sorollat shkon në për gjyqe, zvariten gjyqet, se gjyqet zvariten jo për shkak të dëshirës së gjyqtarëve, se natyrisht në këto çështje gjyqtarët çështje vërteta kanë dhënë drejtësi dhe këta qytetarë kanë marrë atë çka i meritojnë, por përsa i përket kozjatjes, që do të thotë, kemi pasur raste nga ato të cilat na është ankimuar vendimi, ka ndruar jetë pensionisti. Pra, kush do t'i paguaj? Ka pasur dhe raste që nuk e ka marrë do të pensionin, se ka gëzuar do. Nuk e ka marrë, sepse institucioni ka shkuar edhe kjo është një handikap tjetër. Vjen juristi i Drejtorisë Rajonale Sigurime Shoqërore edhe bën ankim në gjykatën e apelit. Me çfarë mendje e bën ankimin? Mirë që nuk po ja u jep si institucion, po e sorollat, po e çon në gjykat, por nga ana tjetër i fut edhe një ankim në gjykatën e apelit. Pra kjo te kalon çdo kufi njerëzor. Nuk po flasim për anë profesionale, por po flasim edhe për anën njerëzore, që minimumi një njeri i përgjegjshëm apo i ndërgjegjshëm. I ka shërbyer këtij shteti. I ka shërbyer dhe janë gjëra që janë të drejta. Absolutisht. Kështu, përsa i përket shqetësimit tjetër, që tha qytetari për rrogat, pra ne nuk duhet të shqetësohemi pse tu marrin rroga të larta. Punojësit zyrtarët, aq më tepër që gjyqtarët, për cilët janë një pushtet i cili është i pavarur dhe kontrollon të gjitha veprimet e ekzekutivit. Çka do thotë, nëse ne kemi një konflikt administrativ, penal apo civil, ne ku do shkojmë për ta zgjidhur, e vetmja hallk fundore që për cilët qytetarët kanë shpresë të marrin drejtësi janë gjykatat ose prokuroria në rastin kur kemi një sënim penal, por nëse ne kemi gjyqtar apo prokuror të cilët nuk vlerësohen për punën e tyre, për shkak të rëndësisë që kanë si profesion. Dhe janë të intimidueshëm financiarisht. Janë të intimidueshëm, po marrim rastin më të thjeshtë. Ore, nuk janë të qetë që të kryejnë punën, sepse në momentin që një gjyqtar nuk merr pagën që ai meriton, ose duhet bëjë një jetë normale me familjen e vet, ai do mendoj për hallet tona apo do mendoj për hallet e familjes. Pra është diçka që mund të thjeshtësohet me gjëra shumë të thjeshta, nuk ka nevojë që ne të kemi ndonjë informim të madh ligjor apo juridik, por këto janë, le të themi, nisma shumë të mira edhe paketa e reformës në drejtësi për sa i përket trajtimit të gjyqtarëve dhe magjistratëve, por ka një mangësi edhe për sa i përket trajtimit financiar të nënpunësve gjyqësor. Pra nga njëra anë ne kemi një rritje shumë mirë që bëhet rritja e pagave të magjistratëve, por nga ana tjetër nënpunësit gjyqësor që janë sekretarët gjyqësor, punojësit e gjykatës, të cilët
natyrisht që puna pa ata nuk mund të bëhet, pra gjyqtarët nuk mund të bëjnë do të njoftimet e gjyqeve, nuk mund të zbardhja e vendime, dhe ka një sër mekanizmash në momentin që i arrit 170% pagën gjyqtarëve dhe prokurorëve, 170% të pagën si ka pasur në punëse gjyqësor duhet rritur. Po jo, gjyqtari shkon me pagë 170% më të lartë, ndërkohë që punojtësi në punësi gjyqësor apo ai prokurorisë rrimet e njëjtën pagë. Pra, ky është handikapi më i madh për cilën ne duhet luftojmë, shumë mirë që rriten pagat, sa më shumë profesione kemi të mirë paguara, aq më shumë do marrim ne shërbim si qytetar. Shpresojmë përkthehet ashtu. Jo, ashtu përkthehet, sepse është e provuar, por në momentin që ne jo xhelozojmë, por që ngrem, themi, ai kërkon pagë, po shumë mirë, çfarë po kërkon ai? Po kërkon një të drejtë që ka dhënë ligji. Pra, edhe në kushtetuese nuk shkon, ai shkon sepse kështu është vendosur në kushtetutë. Pra, është e përcaktuar, me ndryshimet e vitit 2016. Jo, paralelizmi këtu bë me pensionet, në kuptimin që... Po, pensionet janë prioritet, edhe pensionet duhet ngritur, janë prioritet dhe ne duhet luftojmë, pra t'japim kontributin ton, edhe si qytetar që të ngrihen të kenë pensione dhe pensionistët të jetojnë me dignitet. Sepse këtu shumica e pensionistëve jetojnë për shkak të ndihmesës që japin fëmijët e tyre dhe familjarët. Sepse me atë pension, ai është shumë qesharak dhe këta pensionistë nuk i del as për të pirë kafe, 2 herë kafe të pish në mëngjes dhe mbazite, ky pension nuk del fare. Shumë faleminderit avokat, kemi telefonatat që po na presin. Mirëmëngjes, përshëndetje. Zotëri ose zonjë, përshëndetje. Kur merrni linjën, flisni ju lutem. Po, zonjë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po. I drejtohem avokatit, faleminderit shumë, i vini ju lumë të goja. Por hallet tona, ju flitni aty, po hallet tona nuk na i qanë njeri. Ne plasim këtu me ju për të kryer një hall që kemi. Unë jam një nanë, e kam ngritur dhe të premten tjetër ke avokatit si e kishte emrin. Po, të Eraldi. Jam një nanë që më qofë sa më mirë. Pse? Më ka ndru jetë djali, edhe djali mori raportin 5 mujar në fund. Po të dha shpjegimin avokati, zonjë. Shkojnë fëmijët e djalit të 3 çunat me marr raportin, nuk jepet raporti, e kanë kalu ndërmarrja në bank, dhe nuk e japin lekë raportit, duam testamentin, thot. Çfarë testamenti do ti me lekë të raportit? Leku raportit jepet për të ndihmu të smorin, ose për të ndihmu familjarët që kenë një kusht të vogël, jo se del nga kushti ajo lek raporti, po për njim, kurse ne nuk na kanë dhënë, në bën 1 vit e gjys, dhe leku djalit tim rri në bank. Për çfarë arsye të rri leku raportit në bank? Unë si jam nana, e kam marrë edhe borç që i kam shërby ati fëmije. Nuk e zisem dhimbset, se unë me pensionin tim i lava borxhin. Por pse ta maj lek në raporti? Çfarë testamenti duan ato me lek raporti? Tani zonjë... Ate jep të smurit për të ndihmu. Po, të kuptoj... Ne jemi shumë të prekur. Tani zonjë, të lutem. Lutem djalë më ndihmo. Tani zonjë, ne më dëgjoj, të lutem. Me ju... Na dëgjoj, të lutem. Tani, e para punës ngushtrime që t'i shpreha dhe jam negaluar çdo gjë që pa vlerë. Një sekond. Të kuptoj. Dhe çuna tishin se avokati tjetër sa si mund kënë fëmijë. Më i vogli nga 3 çunat e djalit tim, më i vogli ishte 28 vjeç. Prandaj nuk ishin në një moshë që nuk ju dha. Më falë, se të ndërpreva. Po, tani zonjë, të dha shpjegimin edhe avokati javën e kaluar. Dokumentacioni që duhet për në bank duhet plotësuar. Dhe ne këtë këtu bëjmë, orientimin juridik. Edhe avokati mund të japi sërish. Po, është e drejtë, zonja mund të ketë drejtë nga ana morale, që do të thotë ka marrë lek borxh e tjera me radhë. Por, natyrisht që punojnësit e bankës, por edhe çdo zyrtar i cili mund të jetë kompetent, sepse djali mund të ketë prona në Agjencinë Shtetërore Kadastës, mund të ketë prona të paluajtshme makina pranë drejtorisë transportit rrugor.
dhe që të bësh bashkëpronar, apo dhe themi pronar, sepse nuk e disa fëmijë ka lënë djali... Kalon 3 djem, 3 çuna ka 3 djem, ata si pas edhe bashorten, pra besoj të bëta edhe bashorten, si pas kodit civil, këtu jemi, nëse nuk ka lënë testament, atër jemi për para trashëgimisë ligjore. Natyrisht që në rastin e... Po. Testamentin mund të lej unë si nanë. Jo djalë, jo fëmija im ka testament. Po zonjë, aji mund të ketë prona, aji është shumë i ri dhe aji nuk ka se si të ketë lënë testament, sepse normalisht edhe ne që jemi këtu nesër në shtyp makina edhe nuk mund të lënë testament, se se dim se jemi relativisht të ri. Dhe në rastin konkret, ju në loj, apo le të themi duhet respektuar, në jeni përkatës i kodit civil përsa i përket trashëgimisë ligjore. Që do thot, një nga trashëgimtarët, që është bashortja, janë dhe 3 fëmijët, kanë të drejtën ligjore, të shkojnë pra noterit, të drejtojnë me kërkesë dhe të çelin dëshmin e trashëgimisë ligjore. Pra, e njëjta gjë si që tha dhe nga avokati Dhe të gjitha janë bashkë trashëgimtar, të cilët shkojnë në bankë dhe janë në pjesë barabarta trashëgimtar. Pra, zonjë, duhet shkuar të noteri që të çelet ky akti trashëgimisë? Nësa kuptoj unë, zonja ndoshta ka ndonjë problem apo kontradikt me familjen e djalit, të cilët duan që... Mos ta paragjykojmë, po si rregull kështu bëhet, domethënë? Dhe kjo nuk kushton, është një pagesë simbolike, le të themi, po nuk është një pagesë e madhe për të bërë çeljen e dëshmisë. Në momentin që çelet dëshmia, pastaj shkohet edhe merren para në bankë. Por nuk e di se nga kjo që ta zonja besoj duhet të ketë ndonjë mosmarrëveshje familjare për cilat nuk e paragjykojnë. Duhet të bërë kjo. Pra, për të marrë parat me djalit ndjerë që ngushëllime dhe parat ngelen aty, janë të ngrira. Duhet patjetër të shkoni te noteri dhe të çelni aktin e trashëgimisë. Duhet me patjetër dhe kjo të bëhet nga ju, se nuk bëhet dot nga dikush tjetër. Pra nga familjarët e ngushtë. Pra kështu është ligji. Po, kështu parashikon ligji. Mirë. Faleminderit avokat për shpjegimin. Mirëmëngjes, përshëndetje telefonata. Përshëndetje Urinë për mikrofonin. Përshëndetje zotëri. Kishim fjalën të çmimet apo jo? Po, e kishim fjalën të çmimet. Nëse keni një pyetje për avokatin do ishte edhe më mirë, por gjithsesi ju e dini. Tashti. Dihet që në çdo vend të botës shteti është rregullator. Patjetër. Midis ngritjes së çmimit, të rrogës dhe pensionit. Po kur juve ngritni rrogat, pensionet ngrihen 4%, kjo da bie, indeksit sa që i. Nga anë tjetër çmimet ngrihen 10, 15, 20%. Ashtu. Dhe pension po nuk lëvizin. Me fjalë, kjo çfarë tregon? Kjo tregon një rënje të mirëqenies të këtyre pensionistëve. Patjetër. Se kur ti ma ngre mua, ma indekson 4% në vit, apo 8 apo 10% në vit, e të bërë në vini çmimet rriten 20 apo 3%, edhe këtu mendoj që shteti është inekzistent. Nuk kontrollon çmimet. Kuptoj zotëri, faleminderit për telefonatën, t'i lëm hapësirë qytetarëve që të pyesin avokatin, që ta shfrytëzojmë më mirë kohën e avokatit, ë? Kështu që kemi pyetje tjera. Po, natyrisht ky është një shqetësim i drejtë, por ne përveçse të sensibilizojmë me qytetarët, nuk kemi ndonjë mekanizëm ligjor që të japim zgjidhje këtyre problemeve. Gjithsesi ata thonë për ta dëgjuar dhe për ta dëgjuar institucionet, do të patjetër që duhet bërë. Dhe ky është një zë i mirë që edhe ata zyrtarët cilët e kanë për detyrë funksionale mund t'i dëgjojnë këto shqetësime dhe patjetër. Natyrisht që marrin masat ligjore për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Patjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Po, zotëri. Atëri me që është avokati, aty ju lutem mund të pyesim avokatin. Po si mund mos të pyesim, patjetër. Për ne pensionistët kemi dalë 2-3 vjetë për para. Po? Dhe me ligjin e ri të qeverisë në fjalë të vendimit të 30 janar 2025, po? Në dhënë drejta për shumë që të marrim pension. Për vitet e humbura që kemi pasur... Për njëjët e viteve të punës para 94-ës, ligji që hyrin fuqin 1 maj, po. Atere, kjo nis nga data që ka dalë ligji vendimi në paneri, apo nga, sepse unë i kam bërë dokumentat,
dhe instancat e sigurime shoqërore i kam mbaruar që të gjitha, kam dokumentat. Mi po pensioni, ato më ka dhënë vetëm 1 muaj. Ato që marr tani. Unë këto vite që kam humbur, nuk i përfitoj do të pyeta avokatin, lutet. Zotrin, në qoftë se juve ju ka dalë masa e pensionit, që do të thotë nuk i keni të plota vitet e punës, ju mund të bëni dhe një riaplikim tjetër për rishikim pensioni. Dhe natyrisht... Këtë e bën dhe një Albania. Po, në përmjet sistemi sepse aty është bërë. Pasaj vendimarrja e komisionit i cili do marrë në shqyrtim të kërkesë tuajën. Do t'ishte shumë mirë nëse ju do t'a kishit, pra, gjasaj kohë që ju keni përgatitur dokumenta për dalë në pension. Ka dalë, thot, ka 2 vjetë që ka dalë pension. Ka 2 vjetë, jo, do t'ishte mirë nëse edhe në këtë periudhe ka kërkuar një gjë tillë, po kjo nuk penalizon për ta rikërkuar, dhe natyrisht duhet dokumentat përkatëse, për cilat mund t'jetë një libres pune, apo edhe dokumentat tjera, të cilat mundet që të sjellin një vendimarrje të drejtë. Pa pasur, pra, ligji thjesht heq këtë nevojën për proces gjyqësor për të vërtetuar... Për vërtetimin e faktit. Pra, ne edhe nëse shkoni me një libres pune, që i kishim në libres, po se kishim në bordero, apo anasjetas, ne institucionin na thoshte shkoni në gjyqat që të provosh të fakt. Por zotria edhe, pse nuk e ka pasur të ndryshim ligjor të janari 2025, i cili ka hyrë në maj, duhet që të kishte ndjekur në rrugë gjyqësore, por besoj si shumë qytetarë të cilët kam, le të themi, fobi ose frikë nga gjyqet, pra edhe kur shkon nuk janë ndeshur asnjëherë dhe thonë, ore nuk dua fare që të futemi në gjyq sepse të merrohen. Edhe unë me çat gjoj këtu jam trembur. Fjalën e gjykat dhe ndoshta i ka rënë shkurt, ka marrë të mas. Por kjo nuk do të thotë që ai nuk ka mundësi për ta rishikuar. Mirë, presimi tjetër telefonat. Faleminderit avokat për shpjegimin. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jeni drejt për drejt. Mirëmëngjesje, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Po. Në radhë parë përshëndes ju si gazetar, njëkohësisht përshëndes gjithë telefonuesit e ditës sotshme. Faleminderit. Kryesisht zotrin nga Franca. Okej. Çdo gjë këtu është lëmshëni. Po. Përshëndet edhe avokatin që kemi studio tani, se i bëre përshëndetje të gjitha. Jo, s'ka gjë se na futi edhe të tjerët. Është të mërshme një kooperativist që ka punu ka në Librez të paktën 20 vjet punë në kohën e diktaturës, që sot të marrë 100.000 lek pension, ndërsa një deputet i demokracisë të marrë 1.500.000 pension, kjo është të mërshme. Kjo është një disnivel jetese. Ne diskutojmë, jo ngritje çmimi, jo. Ore zotri, nuk ka para ki populli thjesht. Nuk i jepet shpërblimi arsimtarit që ka punu në atë kohë, ka hecë 4 orë në ditë me dhënësim, me qizme në mes gushtit, ose me të lume të grisme në mes dimrit. Dhe ai merë 180.000 lek pension, kurse një deputet sot merë 1.500.000 pension. Të kuptoj, zotri, ti ke shumë të drejtë, unë të falenderoj për telefonatën, ne na duhet ta mbyllim. Një diskriminim i jashtëzakonshëm. Ke shumë të drejtë. Duhet ta mbyllim, falenderit për telefonatën dhe duhet që herë tjera të paktën kohën e të ftuarit të ekspertit ta shfrytëzojmë për pyetje për ekspertin. Duke qenë se e marrim në studio, i marrim kohën e tij, ta shfrytëzojmë esencialisht në mënyrë që të kemi edhe se ka shumë të tjerë që janë në pritje për të komunikuar me avokatin. Gjithsesi, faleminderit zotri, sot e zauruam gjithkohën. Shumë faleminderit avokat për gjitha përgjigjet tuaja. Faleminderit për mundësinë që më jepni dhe faleminderit juve për kontributin për shqiptarët. Faleminderit dhe ju nderuar teleshikues për vëmendjen tuaj. Bashkë do të jemi sërish pas pak me edicionin informativ.